e re po ndizet mbi Prishtinën, këtë herë nga një ngjarje që bashkon biznesin, inovacionin dhe qëndrueshmërinë. Në një atmosferë elegante, me muzikë, mysafir VIP, ushqime e pije të përzgjedhura dhe një ambient të mrekullueshëm në zemër të Prishtina Mall, u nënshkrua marrëveshja historike mes IFC-s, pjesë e grupit të Bankës Botërore dhe Prishtina Mall. Nënshkrimi u bë para mediave, duke shënuar një moment të rëndësishëm për ekonominë kosovare dhe të ardhmen e saj. Ky investim me vlerë prej 75 milion eurosh synon të nxjisë zhvillim rajonal, të krijojë vende të reja pune dhe të forcojë qëndrueshmërinë mjedisore në vend. Kryeshefi i bordit të Prishtina Mall, Fatmir Zymberi, deklaroi se mbështetja financiare prej 75 milion eurosh nga IFC-ja e shndron Prishtina Mall në një projekt të suksesshëm. Zymberi i ftoi bizneset e sektorit privat në vend që të lidhin ura bashkëpunimi me IFC-n. Sot, realisht, na kemi një kontratë që është një kredi më e madhja që është jep ndonjëherë në sektorin privat, që është 75 milion euro, po me mundësi edhe më shumë, veç a kemi projekte, kështu që këtë pjesë e kemi diskutuar. Dhe sot fillon bashkëjetesa me IFC. Mënyrë zyrtare. Çka është bashkëjetesa? Ky rrugtimi jone. Këtu fjalë pi dedikoj bashkëpunëtorëve të mi, bizneseve të ndryshme në Kosovë. Ka shumë biznesmen këtu, nivelet shumë të mëdha, e kam dëshirë të më dëgjojnë pse e thash këtë bashkëjetesë. Është e vërtetë që ne si kompani kemi qenë shumë mirë të strukturuar. Shumë mirë të strukturuar. Kemi marrë më të mirë që kena mujtë mi gjetë gjatë procesin ndërtimit. Këtë rast kemi pas përmanë Deloitte, Fokallin nga Greqia për menaxhim projektet, Proingon për menaxhim të ndërtimit e shumë kompani të mëdha profesionale. E kemi arkitektin e Prishtina Mall, Edin është këtu. Ed, haj! Sa është të këshirë bjenkën e vetë, është në rregull. Dhe po du të ndihjon këtu fjalë që pavarësisht që na ishim mirë të konsoliduar, kur fillum bashkëpunimin me IFC-n, e pam që kemi shumë nevojë që konsolidimi jonë bëhet më gjeneroz, më i përsosur, edhe më i lehtë për të funksionuar Prishtina Mall. Ky bashkëpunim e para është të jetë niveli i Prishtina Mall do gritet në nivel tjetër, që do të thotë do të ka me fokus veçantë në energjinë e gjelbërt, domethënë me prodhimin e energjisë të vetëm për shpenzimin, se Prishtina Mall është një shpenzues i madh i rrymës elektrike, digitalizimin, që është digitalizimin, përveç digitalizimit është edhe pjesa e zhvillimit tutje, Prishtina Mall është në gjysmë rrugë duke u zhvilluar. Kështu që ky proces e don edhe një bashkëpunim shumë më të fortë financiar për të bërë një projekt tillë shumë vjeçar qëndrueshëm. Edhe një gjë është e rëndësishme që duhet ta ceki, është një mesazh për gjitha bizneset në Kosovë, për zhvillimin e tyre, që IFC-ja është një institucion ku edhe Kosova është aksionar, domethënë është pjesë e Bankës Botërore dhe për të zhvilluar edhe në Kosovë dhe në rajon, sot është hap porta serioze. Sot është kredia më e madhe që është u jep në historinë e Kosovës në biznesit privat, nuk është jep asnjëherë. Bankat private në Kosovë janë shumë bankat mira, na kanë ndihmuar proceset, mirë po niveli tyre kredidhënës është i kufizuar. Kurse IFC-ja, buxheti i IFC-s është në miliarda, varësisht për projekteve, nuk kufizon shuma, kufizon projekti. Nëse projekti e ka nivelin e lartë, domethënë IFC-ja e ka kapacitetet e veta për mi bë përcjelljen e investimeve të tilla. Kështu që apeloj te bizneset e Kosovës, kemi nevojë për zhvillim më të madh ekonomik, sidomos këtë situatë që kemi si një vjet bëjmë zgjedhje, kjo situatë është shumë e rëndësishme, me ndru pak këtë mentalitet të zgjedhjeve të merrem me zhvillim biznesit, punësojmë njerëz. Prishtina Mall sot punojnë 3000 vet, do vazhdo numri i punësimeve, edhe kjo është ajo e mira se fund ditës na zhvillojmë biznes edhe punësojmë njerëz.
Fal këtij partneriteti, Prishtina-Mall pritet të bëhet një nga qendrat tregtare më moderne dhe më miqësore me mjedisin në rajon, me certifikimin ndërkombëtar për efikasitet energjetik me dizajn të qëndrueshëm. Kështu u shpreh edhe kryeshefi ekzekutiv i Prishtina-Mall, Alvaro Costa. So, this to say that we are passing now. Tani po hyjmë në një fazë të re në jetën e Prishtina-Mall, një fazë që jo vetëm që na siguron dhe na forcon financiarisht, por gjithashtu na ndihmon të tërheqim qiradhënës të rinj dhe të lëvizim drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe digjitale. Marrëveshja me IFC gjithashtu na lejon të mbajmë ose më saktë forcon standardet tona të larta në qeverisjen korporative, etikën e biznesit dhe integritetin. Vlera këto që kanë qenë në zemër të operacioneve të Prishtina-Mall që nga fillimi. Po ecëm përpara edhe në këtë drejtim, përfundimisht. Kjo na mundëson të udhëheqim agjendën e gjelbër në rajon. Është përgjegjësia jonë të përmirësojmë praktikat tona ESG, të përfitojmë nga to dhe gjithashtu të sigurojmë që komuniteti ynë të përfitojë nga të gjitha praktikat e reja, që po prezantohen përmes kësaj mundësie. And finally it allows us to lead the green agenda of the region. Gjithashtu edhe zyrtari i lartë i IFC-s për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, Visar Perani, tha se ky bashkëpunim është dëshmi se Banka Botërore dhe IFC, si pjesë e saj, ka besim në sektorin privat në Kosovë. Përveç shumës që përmani Fatmiri është rekord shumë, edhe është një financim më i madh. Përshpresojmë që kemi pas financime të tjera të mëdha në Kosovë. Tash po bashkëpunimi mes IFC-s dhe Prishtina-Mall po dëshmon që IFC dhe Banka Botërore në përgjithësi ka besim në sektorin privat në Kosovë dhe përshpresoj që disa prej klientëve që jeni këtu, se kompanive që jeni prezente këtu, kemi bashkëpunuar edhe në mënyra të tjera, edhe ne jemi mos të hapur për ndihmë. Po përveç financimit, si e tha Fatmiri, pajtona gjithmonë këto jo kam thonë edhe ish qeverive, edhe qeverisë, edhe autoritetet tjera që përvoja që e sillim na sa i përket këshillimeve është po që është e rëndësishme. Në një kompani të tillë të madhe me një besim kaq të madh, të i përfshirë që janë 14 aksionar, shumë specifikisht 14 aksionar, me një kompani të huaj menaxhuese nga Portugalia, ka qenë domosdoshmëri që me pas një qeverisje të mirë korporative dhe bashkërisht me kolegët e mi që nuk janë këtu prezent mirë, por që mirën me çështjet të këshillimeve, kemi bërë një plan të mirë të projektit sa i përket qeverisjes korporative. Ky projekt nuk sjell vetëm investime, por edhe vizion. Një vizion për zhvillim të gjelbër, për mundësi të reja punësimi për të rinj dhe gratë dhe për forcimin e sektorit privat në Kosovë. Kjo ngjarje tregoi se bashkëpunimi midis kapitalit ndërkombëtar dhe inovacionit lokal mund të krijojë histori suksesi, me ndriçimin, muzikën dhe energjinë pozitive të mbrëmjes. Prishtina-Mall dhe IFC sollën më shumë se një marrëveshje financiare. Ata sollën besim në një të ardhme më të ndritshme për Kosovën.